Fenomenet kriminale tashmë nuk njohin kufi. Krimi organizuar, trafiku narkotikëve, kontrabanda e migrantëve, trafiku i qenieve njerëzore, terrorizmi, krimi financiar dhe i kibernetik janë sfida tashmë globale dhe vetëm së bashku ne mund të bëjmë balë atyre. Prandaj besojmë se përgjigjja ndaj këtyre sfidave duhet të jetë gjithëpërfshirëse, e koordinuar dhe e qëndrueshme. Kjo kërkon më shumë se sa masa të zakonshme, kërkon vizion, kërkon leadership dhe mbi të gjitha besim reciprok. Ballkani Perëndimor ka mundësinë por dhe përgjegjësinë të shndrohet në një zonë sigurie kolektive në një shembull konkret bashkëpunimi policor ndërkombëtar. Në këtë drejtim, Policia e Shtetit Shqiptar ka përforcuar marrëveshje dypalqe dhe shumëpalqe, përfshirë bashkëpunimin me Interpol, Europol, SELEK, si dhe përmes mekanizmave të përbashkët për kontroll kufitar dhe shkëmbim informacioni. Ne jemi të përqendruar në hetime proaktive kundër narkotikëve dhe kemi goditur objektiva me rrezikshmëri të lartë. Po ashtu kemi rritur kapacitetin operativ dhe bashkëpunimin ndërinstitucional kundër kontrabandës migrantëve, trafikut qenieve njerëzore, armëve dhe pastrimit parave. Veçanërisht kemi intensifikuar hetimet financiare me qëllim goditjen e burimeve ekonomike të grupeve kriminale dhe rikuperimin e pasurive të palishme. Kjo është një përparësi strategjike në vizionin tonë për një sistem drejtësie më efikas dhe më të drejtë. Policia e Shtetit Shqiptar është në një periudhë transformimi thelbësor, si nga strukturat e teknologjia, nga profesionalizmi i burimeve njerëzore, te forcimi i marrëdhënieve me komunitetin dhe padyshim me partnerët tanë ndërkombëtar. Shqipëria mbetet një vend që beson në partneritetin dhe integrimin evropian si rruga e vetme drejt sigurisë afatgjatë dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Në kuadër të presidencës shqiptare të SEPKAS, për këtë periudhë të vitit 2025, më lejoni të shpreh disa nga momentet më të rëndësishme të angazhimit tonë të përbashkët. Është zhvilluar trajnime në lidhje me hetimet financiare dhe luftën kundër trafikut qenieve njerëzore dhe kontrabandës migrantëve. Është zhvilluar takime për luftën kundër krimit kibernetik, kriptovalutat, rrjetet sociale dhe platforma digjitale kriminale. Takime në lidhje me promovimin e rolit të grave në polici, leadershipi dhe barazia gjinore në këto struktura. Gjithashtu takime në lidhje me prezantimin e raportit të vlerësimit të kërcënimeve rajonale të SEPKAS. Këto nuk janë thjesht aktivitete, por janë hapa konkret në ndërtimit e një platforme më të fortë bashkëpunimi dhe një kulturë të përbashkët sigurie. Të nderuar miq dhe kolegë, asnjë nga këto arritje nuk do të ishte e mundur pa bashkëpunimin, besimin dhe përkushtimin e gjithë secilit në këtë tryezë bashkëpunimi. Në një botë pa kufi për krimin, detyra jonë është të ndërtojmë ura akoma më të forta dhe efikase komunikimi, bashkëpunimi dhe besimi me njëri tjetrin. Policia e Shtetit Shqiptar do vazhdoj të investojë në njerëzit e saj, në teknologji moderne dhe në marrëdhënie të qëndrueshme me komunitetin dhe partnerët. Ne do të jemi dhe mbetemi një partner i besueshëm në këtë luftë, si kundër narkotikëve, terrorizmit, krimit organizuar, korrupsionit, po dhe gjithë fenomeneve kriminale që cënojnë rajonin tonë. Të gjithë jemi sot tu për të rikonfirmuar një të vërtet qartë. Bashkëpunimi ndërkombëtar nuk është një opsion, por tashmë një domosdoshmëri. Është një mision i përbashkët. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëpunimin dhe angazhimin tuaj të vazhdueshëm. Uroj që kjo asamble të jetë frymëzuese praktike dhe të hap rrugë të reja bashkëpunimi për të ardhmen midis nesh. Falenderoj.